Kosovës. A ka ngjajshmëri, cilat janë ato, cilat janë dallimet, e gjitha këto do t'i diskutojmë me të ftuarit në studio. Edhe ju mund të bëni pjesë e këtij diskutimi duke na shkruar në Facebook Imazh RTK. Kam të ftuar në studio Nezmedin Spahiu, ligjërues në Universitetin OAB. Mirë se erdhe zotri Spahiu. Faleminderit shumë. Është Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike. Mirë se erdhe. Faleminderit. Është profesor Bekim Balisi, profesor në Departamentin e Shkencave Politike. Mirë se erdhe në UP. Faleminderit shumë. Para se disim bisedën, ne kemi një kronik të përgatitur nga kolegja ime Flor Maxhare. Ngjashmëritë dhe dallimet mes Kosovës dhe Krimes ditëve të fundit janë bërë çështje diskutimi në politikën vendore dhe atë ndërkombëtare. Kështu edhe njëherë pavarësia e vendit tonë u bë objekt i qëndrimeve të ndryshme ruse. Federata Ruse me të filluar kriza rreth Ukrainës, respektivisht rreth gadishullit të Krimes, bëri krahasimin me Kosovën dhe ngjarjet rreth tyre, duke kërkuar që qytetarët e këtij rajoni të lihen të lirë për të vendosur për të ardhmen e tyre. Shumë diplomat kanë hedhur poshtë idenë se rasti i Krimes ka ngjashmëri me Kosovën, ndërsa ishte ish diplomati amerikan Christopher Hill i angazhuar në procesin negociator gjatë krizës në Kosovë, i cili hodhi poshtë vlerësimin e Putinit, me që rast shtroi pyetjen se në qoftë se Rusia thotë se Krimea duhet të ndjek shembullin e Kosovës, përse atëherë nuk e ka njohur Kosovën. Prandaj sipas tij, ky është vetëm një justifikim. Po ashtu kancelarja gjermane Angela Merkel është shprehur se është e turpshme të krahasosh pavarësinë e Kosovës me referendum për pavarësinë e Krimit. Kur jemi të ngjashmëritë dhe dallimet, Agjencia e Lajmeve Associated Press ka analizuar se cilat janë ato dallime dhe ngjashmëri në mes të Kosovës dhe Krimes. Sipas kësaj agjencie, Kosova dhe Krimea kanë kërkuar pavarësinë, mirë po këto dy raste ndryshojnë shumë. Si në Kosovë ashtu edhe në Krime, shumica e popullatës i takon një kombësie tjetër. Ashtu siç janë friguar shqiptarët e Kosovës nga represioni autokratik në apartheidin gjatë kohës së presidentit të Serbisë Slobodan Milošević, rusët e Krimes janë friguar nga nacionalistët, të cilët e kanë marrë qeverinë në Kiev. Kur është fjala për dallimet, sipas kësaj analize të Associated Press, thuhet se NATO ka reaguar vetëm pas sigurime të provave që serbët po abuzojnë me shqiptarët, përfshirë vrasjet masive dhe depërtimet, ndërsa forcat pro-ruse kanë intervenuar në Krime edhe pse nuk ka pasur ndonjë keq trajtim ndaj rusëve etnik. Pasi që Milošević i largoi forcat ushtarake nga Kosova, perëndimi kishte vendosur forcat paqëruese, ndërsa rusët kishin okupuar Krimen para referendumit. Kosova ka shpallur pavarësinë, por nuk i është bashkuar Shqipërisë, ndërsa Krimea i është bashkuar Rusisë menjëherë pas referendumit. Këto janë disa nga pikat ku bëhet të qartë dallime në mes të Kosovës dhe Krimes. Rikthehemi sërish në studio, po flasim për ngjashmëritë dhe dallimet në mes të Kosovës dhe Krimes. Po nisim me ju, zotri Spahiu. A ka ngjashmëri në mes tyre dy vendeve sa i përket aspektit shpalljes pavarësisë? Spari, nuk ka sa i përket aspektit shpalljes pavarësisë, po mendoj po ka shumë ngjashmëri tjera. Ngjashmëritë janë mallësi, domethënë, në fakt Krimea është sa 2 regjisë Kosova, me sipërfaqe është sa Vojvodina aty. Domethënë, por me banor është pak a shumë njësoj, 2 milion banor, edhe fakti që në Krime u përmendet në kronik banorët i takojnë kryesisht etnisë ruse, domethënë etnikisht shumicën e përbëjnë rusët dhe jo ukrainasit, ata domethënë vendin e cilën pjesë ka qenë deri më tani. Natyrisht popullsia autoktone, tatarët kanë ngelur në Pakic për shkakun e historisë së tyre dhe rreth perëndërisë ruse dhe gjatë kohës së Stalinit, domethënë kur janë bërë zhvendosje të shumta të popullsisë. Kështu që në këtë aspekt janë ngjashmëri. Ngjashmëria është edhe në faktin se Kosova ka qenë krahinë socialiste autonome në kuadër të Serbisë dhe të ish Federatës Jugoslave.
Krimea po ashtu ka qenë republik autonome, e cila ka lëvizur, domethënë herë në kuadër të Federatës Sovjetike dhe pastaj është bashkangjitur Ukrainës, por ka pas domethënë një subjektivitet i cili nuk është shuar asnjëherë, për dallim prej Kosovës, që në vitin 1989 Serbia ka shuar autonominë dhe faktikisht e ka zhveshur nga të gjithë arritjet e deri atëhershme. Që ajo ka mbajt në kontinuitet. Por ajo çfarë përbën dallimin, këtu është sigurisht pikëshikimin nga pikpamja të drejtave të njerëzit. Nga pikpamja të drejtave të njerëzit, atëherë në Kosovë janë shkel drejtat e njerëzit, domethënë shteti i cili e ka pas Kosovën nën përbërjet e vet, i ka banorët e saj, i ka ekstreminuar, ka dashur me zhduk dhe këtë e ka provuar dhe e ka dëshmuar. Dhe Bashkia Ndërkombëtare ka intervenuar vetëm atëherë kur kjo ka qenë shumë e dukshme. Është dashur 10 vjet vujtje, 10 vjet sakrificë për Bashkia Ndërkombëtare me pa që vërtet ky shtet që dominon këtë territor dëshiron ta zhbëj atë nga popullsia e vet shumicë. Në ndërkohë që ky rrezik asnjëherë s'ka qenë për rusët e Ukrainës. Për më tepër, edhe ushtria ruse ka qenë prezente aty, në bazë marrëveshjeve që ka pasur me Ukrainën, me shtetin e Ukrainës, edhe ajo çfarë ka ndodhur tani është fakti që kur Perëndimi mori Ukrainën në influencën e vet, duke pas demonstratave dhe pas protestave që u zbua presidenti Januković, Rusia pa të rrezikuar interesat e saj dhe filloi me shkput atë që mundet, domethënë që mos më lënë gjithë Ukrainën me u fut në sferën perëndimore, por të paktën me shkput një pjesë të saj, edhe kjo është ajo çfarë në realitet ka ndodhur. Sigurisht kjo ka të bëjë me një politikë të Rusisë, e cila nuk është nga sodi, po është që nga ardha e Putinit në pushtet, edhe është provuar më tepër në rastin e Gjeorgjisë me Abhazin edhe Osetin. Unë kam qenë në Abhazi dhe në Oseti Jugor edhe në Gjeorgji vitin 2009 dhe në kuptimin që ka një popullat që formon shumicën që dëshiron pavarësinë e tjerë, të gjitha këto përputhen si me rastin e Kosovës. Por çfarë ka ndodhur, për shembull, ku është një dallim shumë thelbësor. Aty kur pyesin Abhazi të zam, a do t'i lejoni, domethënë, gjeorgjanët, ishin gjysmë milioni gjeorgjanë të dëbuar nga në fakt gjysmë milioni 250.000, se gjysmë milioni ka qenë gjithë popullata, të dëbuar nga pronat e tyre, ato thoshin, jo, pse me kthy. Ne kemi luftu, kemi fitu luftën dhe na pse kemi luftu me marrë tokat. Dhe jo kemi marrë, i kanë nacionalizu dhe i kanë privatizu, dhe nuk as që bëhet fjalë për kthimin e tyre edhe pse ka përfunduar lufta para shumë viteve, nuk bëhet fjalë që ata gjeorgjanët të kthehen në pronat e tyre. Në ndërkohë që ne në Kosovë serbët të zamë me të gjithë në insistimin e të gjithë aleatëve të Kosovës, madje me insistimin shumë me ngulmim shumë të madh, ata janë kthyer pronat, i kanë realizuar drejtat, janë kthyer madje në Kosovë, kanë krijuar institucionet e tyre dhe për më tepër tani Kosova me planin atisaret edhe me marrëveshjen e prillit të vitit të kaluar, gati sa rrezikon të ndahet në dy entitete, duke ju ofruar të drejta serbëve të cilat janë shumë të mëdha ndoshta se çdo minoritet që ka kudo në Evropë, në vende të tjera.
Profesor Balici, ky ka qenë një debat ndërkombëtar dhe shumë profesor të universiteteve botërore kanë bërë analiza asaj përket kësaj ngjashmërive dhe dallimeve në mes të Kosovës dhe Krimes, për shkak se një gjë e tillë u ngret vetëm nga presidenti rus Putin, duke ju referuar dhe gjykatës ndërkombëtare drejtësisë. Ju si e shihni këtë? Natyrisht ai prej aspektit politik ka desht me bo një analogji të tillë për me mujt me arsyetu veprimin e tij, mirë po edhe sipas drejtës ndërkombëtare dhe sipas gjitha parimeve ndërkombëtare për shtet formim, ka dallime jashtëzakonisht të mëdha. Duke nisë prej faktit që atje nuk ka pas pastrim etnik, pastaj prej faktit tjetër që Kosova ka dalë si shtet në vazhdën e shpërbërjes së ish Jugosllavisë, së Federatës Jugosllavisë, ndërsa Krimea nuk është shpërbo si rezultat, si me thonë, i shtetëformimit nga ish Bashkimi Sovjetik. Kufit e Ukrainës janë njohur në 91-ën me Krimen brenda. Pikërisht. Kjo është çështja thelbësore, ndërsa elementi tjetër është po ashtu që Putini e ka shty Krimen, faktikisht e ka aneksu Krimen. Krimea nuk është pavarësu sepse e ka respektu ose është respektu parimi vetëvendosjes, po pikërisht sepse është aneksu nga Rusia, ashtu siç ka vepru edhe në Gjeorgji, me Osetin Jugore dhe me Abkazin, po ashtu edhe me vende të tjera si Nagorno-Karabakh apo edhe shumë provincat të tjera të cilat faktikisht Rusia i ka okupu. Kjo vetëm më spikon politikën që po e ndjek Putini, një politikë e cila po na kthen neve pothuajse në luftën e ftohtë, pasi që ka të bëjë shumë më shumë me aspektet gjeopolitike dhe me interesat ose mbrojtjen e sferët të interesit nacional, se sa me shpalljen e pavarësisë së një vendi të caktuar apo me parimin e vetëdonësisë të një popullit. Pra këto janë tendencat të cilat Rusia po mundohet gjoja me këtë analogjinë ose me krahasimin ndaj Kosovës për t'i arsyetuar, por pyetja që shtrohet është nëse është si thot Putini, pse s'po e njeh atëherë pavarësinë e Kosovës. Nëse Kosova pas ka pas të drejtë sipas Putinit, pse nuk e njeh pavarësinë e Kosovës? E para, e dyta është pse tash po thirret në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, pse nuk është thirrë më herët, ose pse përmend Kosovën në këtë kontekst. Pra, thjesht është po e tërheq një paralele me qëllim që të mbuloj, si me thonë, politikën e tij agresive në këtë rast. Shumë autorë të njohur e kanë komentuar këtë, e kanë thënë se nuk qëndron as pak, ashtu siç mund të paramendojmë që thjesht krimeanët nuk janë dëbuar nga shtypit të tyre, nuk ka pas një genocid, pastaj nuk ka pas luftë as pak sa i përket kësaj. Edhe dyta që referendumi ka qenë thjesht një farsë, sepse në kushtet të një okupimit klasik, do të thotë pjesa dërmuese e atyre që kanë shku kanë qenë militantë, të cilët janë detyruar ose në familje është imponu. Kështu që ndërkombëtarisht ajo nuk do të njihet, por kjo po e çon sidomos Evropën, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara para një dileme shumë madhe se cili është hapi i radhës i Putinit. A do të nënkuptoj kjo që edhe pjesa lindore e Ukrainës ku jetojnë rusët, pakisa rusë ose ata që flasin rusisht, mund po ashtu të aneksohet. Me këtë arsyetimin se edhe këta po kërkojnë pavarësi dhe një mënyrë të coptohet Ukraina tërësisht dhe pastaj ndoshta edhe vende të tjera të cilat Rusia ka pretendime territoriale. Dhe cilat janë veprimet që do të merren nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Këtë do ta diskutojmë derisa të hyjë në debat edhe Dreni. Pikërisht edhe të shpallja e pavarësisë Kosovës, ne kemi bërë shumë kompromise për 9 vite, ndonjëherë edhe të dëmshme, për të ardhur deri te pavarësia e Kosovës, ndërsa në Krime ishte një referendum i cili thasë që duhem të bashkohemi Rusisë. Edhe në sa i përket aspektit shpalljes, domethënë nuk është se ka ngjashmëri. Po absolutisht është drejt kjo. Shpallja pavarësisë së Kosovës është shumë, themi është proces krejt i ndryshëm prej vetë mënyrës së organizimit të referendumit dhe mënyrës së aneksimit të Krimes,
Por përpara se të përgjigjem kësaj pyetje, dua të ndalem kryesisht në modelin e marrëdhënieve ndërkombëtare që veprimi i fundit i Rusisë rrezikon që të shkatërrojë në tërësi. Pas luftës së dytë botërore, marrëdhëniet ndërkombëtare kanë njohur një krijim apo një vendosje të një rendi të ri ndërkombëtar ku fakti apo themi ashtu forca fizike apo forca ushtarake, por edhe ekonomike, nuk mund të jenë elemente të cilat mund të bëjnë një shtet kundrejt një shteti tjetër më të favorizuar. Si pasojë e këtij zhvillimi, ne kemi themelimin, themi ashtu, e drejtës ndërkombëtare publike, e cila kodifikon shumë mirë parimet që duhet ndjekin marrëdhëniet mes shteteve. Në këtë kuptim, parimi i integritetit territorial është njëri ndër parimet më të qëndrueshme që kanë njohur bota apo marrëdhënia ndërkombëtare që nga lufta e dytë botërore. Është shumë evidente që kanë ndodhur raste të aneksimit apo të pushtimit të përkohshëm të territoreve, por personaliteti juridik dhe territori i një shteti i njohur ndërkombëtarisht ka qenë gjithmonë i mbrojtur nga drejta ndërkombëtare. Kur jemi tek krahasimi i Kosovës me Krimen, besoj që këto dyja, si në kuptimin e drejtës ndërkombëtare, ashtu edhe kuptimin e marrëdhënieve ndërkombëtare, janë dy procese krejtësisht të ndryshme. Në rastin e Kosovës, ne kemi të bëjmë me një situatë ku kemi krijimin e një personaliteti të ri juridik, pra një shteti në marrëdhënie ndërkombëtare dhe i gjithë investimi ndërkombëtar ka mëtuar që të krijojë një shtet të ri i cili bazohet në parimet e mirë vendosura të së drejtës ndërkombëtare publike. Kurse në rastin e Krimes, ne kemi një rast ku një shtet abuzon me fuqinë e tij ushtarake kundrejt një shteti tjetër dhe përkundrejt parimeve të mirënjohura ndërkombëtare që mbrojnë integritetin territorial dhe ekzistimit të traktateve speciale që mbrojnë statusin territorial të Krimes në veçanti, sepse siç e dini në vitet 90-ta me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik ka ndodhur një marrëveshje në mes të Rusisë dhe njësive tjera federative, konkretisht edhe Ukrainës, mes rast Ukraina ka bartur të gjithë materialin bërthamor që ka qenë në territorin e saj në këmbim të një traktati të paqes dhe garancioni që Rusia asnjëherë nuk do të ndërmerr asnjë hap kundrejt Ukrainës. Kjo ka qenë apo është sistiret në drejtën ndërkombëtare një ligj i veçantë, një lex specialis e cila ka mbrojtur përveç parimeve tjera ndërkombëtare tërësinë territoriale të Ukrainës. Dhe besoj që arsyetimi që Rusia po përdor për të ndërlidhur apo për të ngritur një paralel në mes Krimes dhe Kosovës pikërisht e ka intencën e legjitimimit të veprimeve që Rusia ndërmerr, duke njohur shumë mirë rastin e themelimit të Kosovës si një entitet i pavarur politik, duke u bazuar në të themi parimet e mirënjohura ndërkombëtare, të cilat lejojnë çdo herë shkëputje nga shtetet am. Putini, edhe sidomos referimi tek opinioni ndërkombëtar, tek opinioni i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, Putini tentoi që veprimet e tij, që janë në kundërshtim të plot me drejtën ndërkombëtare dhe parimet e veçanta, ti legjitimojnë në atë formë që aneksimi Krimes të mos duket të paktën tek opinioni i tij i brendshëm, sepse në kuptimin ndërkombëtar ka marrë një dënim të rëndë, çdo vend e ka dënuar veprimet e tyre, por të paktën tek opinioni i tij i brendshëm që të arsyetohet dhe të arsyetojë veprimet e tij në atë dimension. Ajo që ngriti profesori është pse nuk e njeh Kosovën, nëse ka aq shumë ngjajshmëri dhe është parimi vetëvendosjes, Rusia nuk e njeh Kosovën edhe cili është qëndrimi i Serbisë në këtë mes për Krimen në anën tjetër dhe Kosovën, cilën e sheh ende si pjesë. Unë mendoj që gjithë debatet që duhet zhvillohet tani në Kosovë, se këtu në lidhur me këtë temë ka nevojë për shumë debat. Jo vetëm për këtë, për të analizuar se çfarë ka ndodhur. Ndoshta duhet i dërgohet sërish ftesë për njohje. Por është se çfarë si duhet i koncentrojë tani energjitë Kosova. Mendoj se tash Rusia ka zënë një pozicion i cila do të kushtëzojë perëndimin për të njohur Kosovën me njohjen e veprimeve të saj. Domethënë këtu me rastin e aneksimit në Krime, por edhe me rastin e njohjes së pavarësisë së Osetisë dhe të Abhazisë. Dhe mendoj që në këtë drejtim është
Kosovës që është vështërsu puna, sepse nuk mendoj që perëndimi do të shoj aq let të bëjë një kompromis të tillë, qoftë edhe për Kosovën, sepse do të ngatronte parimet e saj me diçka krejt tjetër. Dhe tani shtrohet pyetja se ku duhet të koncentrohen energjitë e diplomacisë kosovare dhe të Kosovës. Mendoj që duhet tani ajo çfarë për ta bërë këtë që 5 vendet e Bashkimit Evropian duhet të bëhet presion tani nga aleatët e Kosovës, nga Amerika, Anglia, Gjermania e tjerë, që të thonë a jeni me neja me Arushën, domethënë sepse vendet e Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur Kosovën, nuk e ka njohur për arsye të një politike latente anti-amerikane. Sado që ata formalisht janë në Bashkimin Evropian, NATO, janë të kyçur, domethënë janë aleatë Amerikës zyrtarisht, brenda tyre në skenën e tyre politike ka një politikë anti-amerikane që është e fshehur, domethënë, dhe pikërisht kjo është arsyeja pse ato nuk e kanë njohur Kosovën. Mirë po, tani një situatë ku marrëdhëniet janë të tensionuara në mes të Washingtonit edhe të Moskës, atëherë ne duhet që pikërisht ky element domethënë ta bëj këtë që të bëhet një presion më i madh me ta që thonë jeni ka jeni, domethënë, edhe nëse jeni në bllokun perëndimor, atëherë duhet që ta bëni këtë veprim. Edhe po kjo vlen edhe gjë për Serbinë. Domethënë Serbia definitivisht me zgjedhjet e fundit ka marrë kursin perëndimor. Vučići që fitoi shumicën absolute të vendeve në parlamentin serb u deklarua shumë qartë, jo si Tadići edhe me Rusinë edhe me këto, ose siç ishte Dačići, domethënë që vazhdonin atë formulën e që nga Garashanini, e pastaj edhe të përcjellur nga Pashiqi edhe nga Tito, që Beogradi të jetë mes perëndimit dhe lindjes, por që definitivisht kthehet ka perëndimi. Dhe mendoj që ky ka qenë ky kurs tashmë veç është i qartë, i thënë nga kryeministri i Serbisë, dhe tash duhet të fokusohemi që për të eliminuar problemet që ka Kosova me njërin e saj, duhet ta detrojmë Serbinë me njoftë. Dhe në qoftë në momentin që Serbia njeh pavarësinë e Kosovës, atë të gjitha argumentet tjera, domethënë për shkputje të dhënshme për krahasime, siç rasti Krimes, Abazisë e tjerë, më binë ujë. Mendoj që këtu duhet të fokusohet i gjithë ky aktivitet, po unë desha ta them edhe një diçka, në qenë se u përmend tu edhe puna ku dallon edhe diçka tjetër, nga aspekti i teorisë së konformimit. Kosova, domethënë, ka lind si një komb i ri. Edhe këtu në ndërkohë që Krimea nuk po lind si komb, po bashkangjitet, domethënë po bëhet ose po tentohet të bëhet pjesë integrale e kombit rus. Edhe kjo duke pasur parasysh që shumica absolute e banore. Ne bashku Shqipërisë. Po, sigurisht, ky është një dallim shumë esencial. Dhe në botë, kur është themeluar, domethënë, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka pasur 50 kombe. Domethënë, tash janë afër 200 kombe, 193 anëtarë të Kombeve të Bashkuara, dhe në këto në gjysmë shekullin e dytë, shekull 20 dhe në fillim shekull 21, domethënë, numri i kombeve që ka lind është rritur natyrshëm, dhe këtë Bashkia Ndërkombëtare ka pranuar, me vetë faktin që i ka antarësuar në Kombet e Bashkuara. Kështu që ky është një dallim shumë substancial, dhe këtë prandaj duhet të përmendet në çdo argumentim që Kosova dhe Krimea ka dallim, domethënë duhet dallim që këtu po lind një komb i ri, domethënë s'ka lind një komb i cili është i njohur nga gjysa e kombeve të botës, dhe ndërsa në atje nuk bëhet fjalë për një gjë të tillë. Po, profesor, qëndrimi, më shumë ndoshta duhet ndalemi te qëndrimi i Serbisë në këtë mes. Kemi pas një deklaratë të Ministrisë së Punëve të Jashtme Serbisë, po jo shumë të qartë, bile mediat e kanë interpretuar ndryshe. Ju si e shihni këtë? Po, Serbia e ka marrë me një mënyrë me skepticizëm shumë, sepse të rjekë e kësaj paralelës nuk i ka pëlqyer as pak.
sepse në mënyrë indirekte Rusia ka pranuar që Kosova është tashmë shtet. Pra kur ka bërë një krahasim të tillë, ka thonë po dhe Kosova ka shpallë pavarësinë, është pranuar dhe do thotë Kosova ekziston si shtet. Kjo është një farë mënyrë shplak fytyrës për Serbinë. Në anën tjetër, ka mendu presidenti rus këtë? Po, ai ka desht më shumë për opinionin e vet publik, me bë një tillë që me i rrit ato resentimente anti-perëndimore, me thonë që shiqani ata e kanë përkrah Kosovën si shtet edhe pse është shkëput kështu, e pse ne nuk kemi këtë drejt. Ai madje ka thonë deklarativisht që nuk mundet sot e bardha më quajt e bardhë, nesër e zezë, prandaj perëndimi po lun me neve sepse nuk pimbron parimet, edhe për neve pas ka parimet të dyfishta. Pra ka desht me tërheqet paralele me qëllim që më arsyetu veprimin e vet para opinionit publik të vet edhe të huaj. Por ajo që ka është shumë e rëndësishme është se Serbia në këtë mes do të jetë me një dilemë shumë të madhe. Pra, unë nuk besoj që Serbia as let mund të shkëputet nga kjo orbita ruse, edhe për shkak përkrahjes temi kështu politike edhe për shkak të lidhjeve religjioze. Prandaj, si themi, afrime me perëndimin do t'i kushtoj nëse largohet me Rusinë dhe do t'jetë me gjithë deklarimet e Vučićit, unë dyshoj prapë se Serbia do t'jetë aq pro-perëndimore si që deklaron. Sepse për të bërë ato duhet bërë reforma, duhet pastaj edhe sa i përket Kosovës të hiq dorë totalisht, jo vetëm në aspektin deklarativ. Edhe hapi tjetër është natyrisht pavarësia e Kosovës, të cilën zor që mund ta bëj Vučići apo ndonjë tjetër radikal. Pastaj Rusia dhe skena botërore. Të shohim pak nga rrafshi tjetër, të shohim pra të dalim prej kësaj perspektivës lokale temi. Në rrafshin geopolitik, Rusia është duke treguar muskujt e vet, është duke nxitur një nostalgji sovjetike. Putini është duke dalë gjithnjë më shumë si një autokrat i cili shtyp edhe brenda demokracinë, edhe i cili po shihet haptet se po lun me real politikën, pra është duke ndjek një makiavelizëm të skajshëm. Duke sfidu perëndimin. Po sigurisht. Po sfidon perëndimin edhe për shkak të afrimit të NATO-s. Pra, kjo nuk ka të bëjë vetëm me Krimin, kjo ka të bëjë me elemente të tjera, sikurse që janë antarësimi i Ukrainës në NATO, ka të bëjë me ofrimin e raketave në kufi, pra Rumani, Moldavi, pastaj ka të bëjë me shumë elemente të tjera të cilat perëndimi po e sheh, si më thonë, një provokim të hapur ndaj tyre. Madje është diskutuar se sa do të ndikojnë sanksionet ekonomike, sepse ato janë tash gati duke vënë, lidhjet e gazit, pastaj lidhjet tjera bankare dhe biznesore, sa do të ndikojnë që të zbrapsin Putinin. Shumë analistë pohojnë se pikërisht Putini duke qenë një autokrat edhe një gjysmë diktator, vetë se do të forcojnë më shumë në arenën e brendshme. Edhe kjo do të jetë diçka që do të izbej forcat demokratike brenda Rusisë. Kështu që ne po hym definitivisht në një epokë të re, të një lufte të ftohtë në shekullin 21. Lufta e ftohtë tani ka filluar të diskutohet. Pikërisht nëse mund të vazhdoj aty ku Bekimi e ndali. Në lidhje me arsyetimin e veprimeve të veta, po qëllimi i krahasimit të Kosovës dhe veprimeve të veta unilaterale. Nëse shohim, nëse i lexojmë deklaratat që Putini ka bërë gjatë konferencave për shtyp, por edhe gjatë momentit solemn, themi ashtu, të aneksimit të Krimes, referenca me Kosovën, përveç motivit të legjitimimit të veprimeve të veta, ka pasur qëllim që të tregojë që në këtë botën e ndërtuar pas luftës së dytë botërore, veprimet unilaterale mund të ndërmarrin shtetet e mëdha në kuptim të asaj që dëshiron të lidhë veprimet e tij me veprimet që komuniteti perëndimor ndërkombëtar ka ndërmarrë me rastin e Kosovës, por edhe me rastin e Libisë. Rusia në këtë formë pikërisht po tentoi që të krijojë një pol të dytë të forcës, e cila në raste të nevojshme për interesat kryesisht ruse, apo ashtu siç e quajti presidenti Putin, për interesat të popullit rus, do të intervenoj në çdo rast dhe në çdo shtet, pa marrë parasysh marrëdhëniet që do të ketë Rusia me shtetet e veçanta apo parimet e së drejtës ndërkombëtare.
Kjo është e para. Çështja e dytë lidhet pikërisht me atë çfarë u tha edhe këtu, me nevojën që Rusia dhe vendet përreth Rusisë të rrisin nivelin e demokracisë. Revolucioni, themi ashtu që ndodhi në Ukrainë, ishte një sinjal i hapur brenda Rusisë që kjo fryma pranverës arabe po vije edhe në këto regione, dhe sidomos në Ukrainë dhe Belorusi, të cilët janë aleatët më të ngushtë që lidhin Rusinë me Bashkimin Evropian. Dhe kur Rusia, përveç afërsisë të tyre, të themi ashtu ideologjike apo edhe fetare, ka interesa tjerë që lidhen me tregun e gazrave dhe tregun e Bashkimit Evropian. Në këtë mënyrë, veprimi i Putinit ishte sinjal shumë i qartë për gjitha forcat demokratike, jo vetëm brenda Ukrainës, por edhe brenda regioneve përreth Rusisë, që themi ashtu edhe Azerbajxhanit, Kazakistanit, Taxhikistanit, dhe veçanërisht forcave prodemokratike brenda Rusisë dhe Belorusisë, që ju nuk mund të ndryshoni pushtetet që nuk janë në pajtim me interesat e mëdha ruse në këtë kontekst. Minutazha po shkon shumë shpejt edhe ndoshta duhet kthehemi te ajo. A na përshtatet neve ky krahasim, zotëri Spahiu? Jo. Edhe a do të kemi ndoshta një deklaratë të qartë të Serbisë lidhur me Krimen, deklaratë kuptimin që do ta njohë atë që ka ndodhur? Jo, nuk mendoj që Serbia do ta njohë këtë, sepse do të shkonte domethënë konfront me dy principe. Një domethënë që do ta legjitimante njohjen e pavarësisë së Kosovës, cilën ai në një moment do ta bëj, edhe e dyta që do të bënte një politikë anti-perëndimore. Që në të dy rastet kjo nuk besoj që shumë ta çfarë mund të bëjë Serbia në këtë rast është të hiqë, domethënë ta injoroj këtë ngjarje. Mendoj që neve nuk na përshtatet ky krahasim. Jo, sigurisht që nuk na përshtatet dhe nuk mendoj që për neve është një rrethon e favorshme kjo çfarë ka ndodhur. Përkundrazi, unë mendoj që është një rrethon e cila procesin e pavarësimit të mëtutjeshëm të Kosovës, përkatësisht njohjes së pavarësisë së Kosovës, e vështirëson, nuk është që e lehtëson. Ne kemi, domethënë, i gjithë thelbi i asaj politikës sonë të jashtme, të cilën në një mënyrë kanë ravizuar miqtë tanë, ka qenë që të relaksohen marrëdhëniet ndërkombëtare, që të relaksohen marrëdhëniet mes perëndimit, Kinës edhe perëndimit e Rusisë, në mënyrë që njohja e pavarësisë Kosovës të bëhet në një moment përshtatshëm nga këto vende, përkatësisht që Kosovë të bëhet anëtare e Kombeve të Bashkuara. Por tani besoj që Rusia do të ngul këmbë që do bëj pazar. Do thotë, po, njoh Kosovën, po ju do të njihni këto veprimet e mia, dhe unë nuk mendoj që perëndimi është i gatshëm ta bëj këtë sakrificë për neve kish më qenë interes sigurisht, por na jemi shumë një pikë e vogël për interesat e perëndimit, për të bërë një gëlltitje të tillë të principeve të politikës së jashtme të perëndimit. Dhe nuk mendoj që do ta bëj. Për ta vazhduar, profesor, reagimi i liderëve botror në këtë kusht, nëse mund t'i themi të vënë nga Rusia? Është i ashpër, veprimet do të vazhdojnë me siguri për te atyre sanksioneve ekonomike. Nuk besoj që... A humb shumë Rusia gjithë këti vendimi që ka marrë? Duke pa shumën se sa eksporton gaz, vetëm në Bashkimin Evropian Rusia, është një shumë marrament se kalon 100 miliard në vit. Natyrisht që në planin afatgjat për 5-6 viteve do të gjunjëzoj Rusin, por Putini dështaj mjafton ka 5-6 vite për të mbetur në pushtet. Po në anën tjetër, ne shoh këtu edhe ajo që ka quhet në diplomaci një hapje dritare së mundësive për politikën e jashtme të Kosovës, që pikrisht të shfrytëzoj këtë element për vendet të cilat themi nuk janë pro-ruse apo spaku nuk janë në ndikimin e drejt për drejt të Moskës, që të njohin pavarësinë e Kosovës. Sepse tash më po ndahen, si më thonë, ato vije, edhe po dihet, pra nëse nuk janë me Rusinë, atëherë duhet të jenë me perëndimin. Nëse janë me perëndimin, atëherë duhet të njohin edhe Kosovën, edhe të bëjnë një dallim. Unë mendoj që është kemi fjalën për 5 vendet e Bashkimit Evropian. Edhe 5, po edhe vendet të tjera, sidomos ato vendet të Amerikës Latine, të cilat nuk e kanë njohur dhe të cilat
nuk kanë ndonjë lidhje, themi, miqësore me Moskën, por edhe vendet të tjera të... Ka vendet cilat e kanë një çështje paksa të ngjashme me brenda tyre. Po, mirë po, nuk lidhet drejt për drejt me veprimin e Rusisë. Pra ato janë çështje sikurse Spanja, apo themi Slovakia, por me kalimin e kohës brenda Bashkimit Evropian i kanë akomodu pakicat dhe ato janë më shumë arsyetime për shkaqe politike se sa që qëndrojnë faktet. Elementi tjetër që duhet me potencu këto është se çka mund të përfitoj Kosova tash e tutje nga kjo. Si mund të argumentoj edhe më mirë njohjen e pavarësisë Kosovës, sepse pikërisht Kosova nuk është aneksu, sepse pikërisht Kosova nuk e ka shpallë pavarësinë në mënyrë ushtarake, por ka qenë pas një negocimi të gjatë. Edhe ende jemi negociata. Edhe ende jemi negociata, pastaj Bashkimi Evropian, Bashkia Ndërkombëtare ka qenë gjatë tërë kohës e kyçën, ndërsa këtu ka qenë një veprim një anshëm, edhe në fundit Rusia e ka aneksu, as nuk po e kërkon madje njohjen e Krimës, sepse e ka aneksu. Nëse e ka aneksu, ti ndes një, ai ka kriju realitetin. Edhe unë ashtu mendoj, diplomacia kosovare duhet ta shfrytëzojë këtë momentum për të tregu dallimet apo veçantitë e Kosovës me gjitha rastet tjera, siç ato që lidhen me Çipron për shembull, ashtu edhe ato që lidhen veçanërisht me Spanjën dhe Kataloninë në njërin anë. Në anën tjetër, diplomacia kosovare duhet të themi ashtu të gjejë forcën dhe të argumentojë edhe Bashkimit Evropian që t'i kërkojë Beogradit që të radhitet me vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet tjera që janë në kuadër të procesit të stabilizim asociimit, si për shembull Maqedonia dhe Shqipëria, të cilat kanë vendosur të aplikojnë llojin e njëjtë të sanksioneve që Bashkimi Evropian ka vendosur mbi Rusinë. Besoj që kjo gjë është lënë në arrest fare nga diplomacia e Kosovës. Serbia është vendi vetëm në region që është pjesë e procesit të stabilizim asociimit, e cila nuk ka pranuar që të bashkangjitet iniciativës së Bashkimit Evropian për të sankcionuar zyrtarë rusë. Kjo tregon edhe një herë që stabiliteti dhe orientimi politik i Serbisë nuk është, themi ashtu, i orientuar kryesisht nga Bashkimi Evropian, por ka interesa tjera të cilat i shet të lidhura qëndësisht me Rusinë. Desha një rrethon lehtësuese çfarë mund të ndodhë për politikën e jashtme të Kosovës është në rast se Skotlanda vendos të pavarësohet. Dhe ky, në qoftë se kjo ndodh, atëherë është shumë lehtë të shpjegohet edhe para opinionit serb se si Anglia perandorake pranon shkëputjen e një territori, domethënë dhe krijimin e një vendi të pavarur. Kështu që ky momentum mendoj që do duhet të shfrytëzohej nga diplomacia e Kosovës edhe nga vendet tjera për të bërë presion mbi Serbinë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Nëse diniteti Anglia nuk e konsideron këtë si çështje diniteti, atëherë pse duhet ta konsiderojë Serbia? Po, përfund, profesor, apo po e përfundoj? Po e përfundoj. Unë ju falenderoj shumë që ishit prezent në studion e emisionit Imazh. Diskutuam për një temë e cila po diskutohet edhe në arenën ndërkombëtare. Është shkruar shumë nga profesorë të ndryshëm të universiteteve, nga analistë, për të folur më shumë për këtë debatin që u ngrit pikërisht nga presidenti rus. Faleminderit shumë. Ju falenderoj. Të nderuar shikues, ne po e përfundojmë këtu këtë edicion të emisionit Imazh. Imazh vjen sërish nesër, duke filluar nga ora 17:20. Deri atëherë, mirëmbëjtje.